Me afatet elektorale që po shkojnë drejt skadimit, koalicioni qeverisës është në kërkim të një zgjidhje për të nxjerrë opozitën nga çadra dhe për të normalizuar situatën politike. Në orët e para të mëngjesit, kryeministri Edi Rama ka takuar kryetarin e Kuvendit Ilir Meta. Takimi mes tyre ka zgjatur rreth 19 minuta dhe në fokus ka qenë ngërçi politik. Fill pas takimit, në zyrën e kryetarit të Kuvendit, ka zbarkuar ministri i Drejtësisë Petrit Vasili, i cili gjithashtu ishte pjesëmarrës në darkën tek zona e Pazarit të Ri, ku dy krerët e koalicionit arritën në parim marrëveshjen për një bashkëpunim tjetër 4 vjeçar. Ndërkohë përballë kryesisë së Kuvendit, në kryeministri, Rama mblodhi bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Kundërta ishte Erion Veliaj, Sajmir Tahiri dhe Gramoz Ruçi. Fokusi i bisedimeve mendohet të jetë sjellja e palëve ndaj zgjedhjeve të ardhshme më 18 qershor. Më vonë, kryeministrisë ju drejtua edhe Petrit Vasili, teksa mendohet se palët kanë negociuar për të gjetur një zgjidhje. Për çështjen e zgjedhjeve, kryeministri ka takuar edhe kreun e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtim Idrizi. Majoranca duket se është duke kërkuar një zgjidhje të mundshme për të rikthyer normalitetin politik në vend, ndërsa opozita vijon të jetë në çadër, teksa lideri i saj Lulzim Basha foli për një javë vendimtare, ku zgjidhja mund të jetë afër.